është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqoni me Koha Vizionin dhe me Klan Radion. Ja ku erdhi momenti për me kalu minutat në vazhdim së bashku. Po, kena ardhur pak mas shiut, se ka filluar një shi në kryeqytet, e ka fat dit pak. E tash është momenti që ju më na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku i kemi, ku janë ato në 04997898. E të njëjtën kohë e kemi edhe një pyetje për ditën e sotme që do na tregon kolegja ime e re, po. Po tash ti e re, tash vetë e re, po. Edhe domethënë deri vitin tjetër kemë ma përmend ditëlindjen, a? Pak para ditëlindjes thon më e reja, dën të stani po është e re. Ej, përshëndetje krejt, vëroj që keni pas ditën e mirë sot, pavarësisht komunikacionit, pavarësisht kolonës. Komuna e kishte dhënë një sqarim për ditën e djeshme, se ka pas shumë ankesa sa i përket ditës së djeshme në komunikacion. Domethënë njerëzit kanë qenë të frustruar, po e kanë dhënë një sqarim se çka po ndodh, edhe disa ashtujetime simpatike aty këtu. Çka than? Tani tregoj. Ma vona, okay. Bash mirë po na bën. Pak ma vonë. Bash mirë po na bën. Na sot po pyesim sa jeni të durueshëm, sidomos ju që jeni në komunikacion, sa jeni durueshëm ose që kishin me thon këta prishtinalitë vjetër, sa jeni sabërle. Sa keni? Sa keni sabër. Nëse na po flasim shqip, sa jeni të durueshëm. Nëse lidha me komunikacion, mas ju përmend edhe tema e komunikacionit, por na po flasim në përgjithësi në jetën tonë të përditshme. Në momentet më të vështira, ato më të mira, sa jemi të durueshëm. Kjo është pyetja për ditën e sotme. E masi ta dëgjojmë këngën e parë, por i kthehemi edhe me telefonata, edhe me bisedat tona të këndshme. Konga e parë vjen konga Mareng mes Gjënsiles dhe Ledri Vulës. Gjënsiles me po çfarë Ledri? Po, Gjënsila dhe Ledri, po që ke dhe Ledri, po dhe pëlqyni vatën do përshafime do sanë nejse. Edhe kjo vjen që ka fillu sezona e videoklipeve dhe këngëve të reja, po të nxehta kësit verës, do të me kthy prej fillimit komplet. Po të mundona me kthy prej fillimit, se mos ti kur gjohesh. Ju që jeni në përvetura shijeni, ndërsa ju që jeni në televizion një gotë ujë rrugove afër vetës. Jeniferi sa po bën atë, tha po mu po mirën me ata. Dina thua fare që po dalin. Me kontat KTV-s pak të poshtër, ne marrim këtë pamje na i qesin dikur me na shantazhu. Se jena lodh besomni që kena vallzu. Më thon kena vallzu. Se pas ke letë. Preç ka bëj ke kjo kësi ushtrimet fisnesit, do të thash pe dije pas ka pas komplet për videoklip. Tu po gati. Nëse jo kjo po krejtë pas kanë për çtopëm do. Jo, më s'ka ka letë hes. Nëse Ledri Ledri do të thonë nai që aty djali mirë si gjithmonë, ai pe devlla vetëm, por rën që aty nai për çafim, nai diçka po hajde. Pa mas shumë ti si ndodhe ke me hek duks. Edhe me ndru skenat. Okej. Petrol Company në Bresje e ka 1.16 benzinën, 1.16 euro dizelin, ndërsa në fushë Kosovë ndalja aty po pedini. 1.16 e ka benzinën, 1.16 euro dizelin. Për juve që doni me mësu çmimet dhe për pikat e tjera, bëuni pjesë e komunitetit në Viber tek Petrol Company në Facebook, mundeni më shkruat ata ju dërgojnë linkun për me u bë pjesë e komunitetit në Viber. Pak na u prishën flokcim. S'ka lidhje ecë. Tu e luajën cilën e tu e luajën. Ja, kena boni vallëzë moderne, kena bë. Nëse s'më më thonë që ke luajë letër. Ja, se ikonia 2-3 sene. Ikonia 2-3 sene. Ato me 2 hapa për mas, domethënë si basketboll, që e kanë përpara që e ka për mas. Edhe një që shtyn diçka si shpejt ai. Shtyn, çatar ka. Po të shka me këshir me vëmendje. Do të me këshirën e ku këshir videoklipin me shumë vëmendje. E provojmë mos sportzohme. More problemesh me ke qashtë në ankat 7 e me moment do na isa çati pak. Ani dritari asel. Çati do të me pas kujdes pak. Ç'është telefonata? Ç'është telefonata? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Nga Podujeva. Qyshena Sara e mirë. Qyr bëna ser Gjënsila gjëllat vallëzim ti me hi ka çka dole, a do ma gjall? Në alasin atu tu marë frym që shdohet. Pasha zotën e tim, ku më duru shumë më burë në start, na qëtë pej
E rrugë. Po daj me muzikë. Deshta me thonë ma herët luma ata që në vetura e nuk po e shohin, po veç po dëgjojnë. Po dhe? Po dhe? Po dhe po? Naser, sa je I durushëm, tregom ti. Po, pasha zotën, ka gjaj rap jem, po kështu zakonisht njerëzit që në gjë diçka shumë raga I shpejt. Mirë një më dërua, po mos më ragu shpejt. Nuk ke I durushëm heq, je tip që reagon. Pasha zotë, kur isha gabimet, që s'më I dërej. E gabimet e tua, a ka nëjë kush që I vren? Ose atë pengon nëse të kritikojnë për nëjë gabim? Po. Unë e pranej, apo shumë më kritika se çdo një që punon vepron e gabon, normal është. A reagon keq ndaj kritikave është fjala? Da kritika da më kush të fillon që e gabim nuk nga më thonë një mirë me... Po ty nëse të kritikon dikush do lepën në asë është të gjithë që shtohet diçka në isen, që shë reagon? Edhe mu që më kritikon, të ka dole veç pa një 5 sekundë më lej, edhe I pranoj gabim. Po dhe vi shtof na pak mu s'reagoj në Isena, se ko për diçka. Ja, vetë analiza, shumë mirë. Se mos më koni dhërushim mirë, mos më dhon kritika për shemb ai bën viktima votaj. Okej, faleminderit Naser për telefonatën edhe një pasditë të këndshme. Ko, jo, urime Allah I dhe muzikë tjerë, që në shkurta feza diçka se nësës. Po. Buena, mos tani. Faleminderit. Do të shoj edhe në Argjensilën, ai e për. Me azbut pak. Jo, shkurt edhe nej. Çdo shkurt. Po shkurta feza do, si diçka se. Po bën dhuratë dorën e kena ashtu ata nëna. Qysh dush, anë s'është problem, faleminderit. Po tuva qysh tu durimi mos baj gore. Ngani mos ju up që ke ofertë, se vetë sa dul, domethënë taz është. Ventoro Motors, motori Aprila. Është një motor shumë I mirë, Aprila S. Nga 6.290 euro në 4.980 euro. Zbritje fion. Aprila. Po, kosti mujori bjen 6.990. Mundeni me shku tek Ventoro Motors tek Automita, edhe me pa këtë super motor. A di përmensh anë ditë Aprila në Iknej, po. Nga 6.290 euro, 4.980 euro. Do me thonë, e ka një zbritje të jashtëzakonshme për këtë muaj. Muaj mars dhe prill. Po, shkoni mos ju doni që zoj Aprilës se është super motor për ata që vozisin e din, po për këta që dojnë do më thonë do shta për herë parë me u bo me një motor. Tek Ventoro Motors, tek Automita. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Në gjati nga Teja. O, në gjatë, si e, a je mirë? Mirë, faleminderit. Po ju shjeni erësim? Mirë, faleminderit edhe na mirë jemi. Qushe ke pas ditën sot mirë, në gjatë? Po, relativisht mirë. Mirë. Okej, relativisht që kjo s'po më pëlqen. Po menova që komplet mirë. Po doshta me qenë pak ma tepër diri, po ajo është dorë të tërkujna atim të vërën. Okej, aty qas varët prej me e fionës, do më thonë. Hajde tregona, a je, ose sa je I durushëm? Po jam I durushëm, duhet të qenë I durushëm komunikacion, edhe pse nuk ka patent për kell, duhet të qenë I durushëm të zebrat kur kaloj sidomos. Ha, okej, pse do më thonë nuk po ta lirojnë rrugën, ha? Japin për parti. Po, pra. Se rregullave kur është utari, kur është kalimtari pranë zebrës, ai ka për parti. Diçën edhe do që e kalojnë se menojnë që a din kjo rruga zebrat aty, ajo është me vijat ndërpreme, domethënë. Jo ndo që e kalojnë ka dal kufjet, në vesh telefonin, dora, aty ajo është pjesë e rrugës e komunikacionit. Po ajo është poshtë ndërpreme, I vjen si pak më shpejt. Në trotuar, aty zbojmë kur gjë. Po tut na ket vetura në trotuar po hiç. Faleminderit shumë që na ke thirrur, po të përshëndesim shumë. Ditën e mirë do të mirë asim. Ditën e mirë. Faleminderit, ne ja përshëndesim. Pas ka shkukjes na ka prit fion. Nëse ti po I kritikon këmësor që ecën shumë nga dalë në zebra. Veç I luta adin po pak më shpejt. Pak më shpejt. Një ka një, adin kështu domethënë ti rrem. Se se li punën e vet, ka edhe ti vetur që je po punën tonë. Po na që aty po rrina vetur s'ka lidhje. Edhe ka shofer që vëzisin shumë nga dalë, ka edhe as që shkojnë shumë shpejt. Oj, spja boj gojle vetë, spja boj ata që s'kan hibrid, se për mua për ty s'po manin, se ai nalet është po kalon bateria, pedën. Nuk shpenzon derivate. Po, për ndryshe për juve që doni si fiona. Edhe si unë. Plus nuk e ndot ajrin, po sa mirë e the këto. Për juve që doni me shku edhe me
u pajis me Toyota Yaris, është Luna, po verzioni Luna, hibrid 1.5 automatik nga 28.824 e 910 vite garancion, 3 vite asistencë rrugore në krejt Evropën. Ndeti shkoni vetë, do më thonë, veç asit një atu nalt, edhe hesni ndeti, për ndrysh është një super vetur, shkoni edhe testojeni para se me bleni, se vish po menon për me bleni vetur, do më thonë një kënë nda parët, po thu du me bleni vetur, shko drejt e kë Autotrade, Toyota, bedini në Qaklavic, edhe thuja bën vish me i testu, mi pa një 2-3 verzione, me këshyr çfarë vetura e jonë këto, edhe masani vendos t'i blej çka dush, s'është problem. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje, shabën e një mirë. Që e mirë për parem të si e? Që mirë, çka pëtoni, çka për veturë me blem. Por ata që pëdojnë Vespa, ju tregojmë që ka zbritje në Ventura Motors. Po, bëjtem a kampore në kësheo që vëdu. Po tash ata që kanë edhe që dojnë shkojnë e marrin, plus se kanë mundësin me këste për parem. Po kësë, po më kësë... Që s'është i dorushëm, fjo. Po këmë këmë të rushëm. Allah e rishavën e një lëmë. Që e mirë ti, falimderit. A ti një dikush një Hajde për parem të regona ti sa je person i durueshëm. Qa? A je person i durueshëm? Po më që kur të flaj. Kur të flan, a? A kur flan? E kur jes gjut? Kur jes gjut? Rëzët, ja, rëzët. Vesh mos më shme këtë lafën e kënë, se zdi që shumë hanë dhe kënë zemë në hanëm, dhe po më rejtë e po më dhe më si... Dhe më thonë që të i ki fjallë, da që thot populli, që të të buzat rrim fjallë. Po. Okej. A ke provu në herë me përmishtu vetën? Me thonë ka da, bre se ka bova qëto. Jo kona. Kom gëbomo, po jo në që më thënë dështat 50% dhe thëmë vësetën 20% dhe që thëmë gave më. Okej, falimderit për parim të përshëndesim. Dhe rritë të parim, je për të mbara. Kujdes të njerëz dhe mas padurushëm se te nuk i dijet. Ejse, po shkojnë atë tjetra telefonat, po deshta me po atësimat njëftimin e komunës, a dhe që thash që kam bo sa e përket komunikacionit, apo do në ta tregu shpejt e shpejt. Para 2 ore kam publiku në Kryqëzet, në faqen e ty në Kryqëzeti Prishtina. Edhe bëzojnë kështu të dashur qytetar, dje hyrjet dhe rrugët e Prishtinës kanë qenë të mbi ngarkuara dhe e kuptojnë plotësisht frustrimin dhe indenjatën tuaj. Me përmirësimin e motit kemi nisur disa ndërhyrje afat shkurtra rehabilituese në zona të ndryshme të qytetit, që përmendëm edhe rrugën Agim Ramadani, po pas ka disa rehabilitime edhe në për disa vende të tjera të qytetit, në rrugën Malush Kosova, edhe aty pas ka punime, pastaj rruga Don Shtefën Kurti edhe ajo që ka e mbyllur për qarkullim, Nimete Progonati që ka e mbyllur për qarkullim, Agim Ramadani që është duke u rregullu, domethënë rruga e dëmtuar, pastaj pas ka edhe punime në rrjetin e kanalizimit në rrugën B dhe C, ku pas ka dhe aty disa vend, domethënë kaos ka në të gjitha anët, edhe kanë treguar me listë kështu se cilat vende ka ndërhyrje. Edhe thot gjitha këto kanë ndikuar në krimin e ngarkesave dhe vonesave të shumta. Po që kam la përshtypje është që kanë treguar edhe që ka pas aksidente, janë 7 aksidente janë në regjistru dje, që një farë mënyrë ka lënë fajin pak edhe aksidenteve që e kanë bllokuar komunikacionin. Një aksident në breg dillit mu bo, këtu në vjen kolona, do më thonë arbrit, e rrethi duplex më ri. Po ndikon edhe ajo, ndikon pa tjetër. Po ndikon, po kur s'ka rrugë tjera normal që ndikon. Bot kjo të lovi që është bo. Aksidente, kolona pishtot dhe më mëngjes dhe në 12 natë. Amo pse po bon aksidente shtrohet pyetja? Për shkak të mosdurimit të njerëzve në 1, në 2, për shkak të vozitjes jo adekuate, në 2, edhe në 3 për shkak të lejeve me pare. Ndëgjoni, për me zbut me bo pamuk. Go plus, pia energjike, do më thonë kur s'kini durim lodhëni, e merrni të rake që e linjë, që se po ta këtu me abotin. Edhe e merrni, ose mundeni me fitu njënën prej 16 veturave Avatar, një 2-8 Kosovë, 8 Shqipni kanë me i dhuru. Go Plus e ka bo lojën shpërblyse, pra nër ka pak i keni atë kodin, tërgoni kodet në lojagoplus.com, sa ma shumë kode, aq ma shumë shansën për me u bo me këtë super veturë elektrike. Nëse nuk po e dini se për çka po flas, veç që e shkruni në Google e kërkoni Avatar 1-2, do më thonë vetura Avatar 12. Qysh dush, edhe e shini këtë super veturë. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje, mirë dita. Ke prit një 5 minuta, po qashtu ke rani? Si kalon? Po e mirë besim, mirë. Kush na ka telefonu, për nga na ka telefonu? Sali, unë jetoj në Gjermani, po jam në Krushë për momentin. Jenë Krushë për momentin. A është Krusha, halo e mirë, që ashtu që ka qenë, po? Po vesh u bo ma mirë. A u bo ma mirë? Po më vjen shumë mirë.
Kam fillu mu mjelle mu bo këto krejt, po. Po, ato fort më interesojnë të urjetojnë për... Po, s'po më intereson mu për ty, për ata aty që punojnë për të ves. Po, jo, janë të mjelle, këtë çdo sen mirë. Po, hajna na speca tani, qysh mi ble? 8 euro kilo. Mirë, kena hek dorë këtë vetë për specave. 8 euro kilo i fion, po. Ju keni hek dorë për specave, për çfarë arsye? 8 euro kilo pa të shku një farë momenti. Jo, kja tjetra tha, kemi hek dorë për specave. Po, për çata po tregoj 8 euro kilo, ky thot pse keni hek. Po çysh pse keni hek, s'jam bërë. Jo se kena për me vishi kena bojkotu. Hajde tregon aty uta. Buxhetin e keni ju në Prishtinë. Prishtina është e pastë. Da kur ta bina me shita 10 euro. Po solidarizohemi me tjerë. Ai po do të më hongër diçka tash 10, po do të më hongër diçka. Po dhe. Ju kena kthy mishit vet. Ma mirë, 7-6 euro kilo mishit 8 spece. Sa jeni të durueshëm ju lutem, se në çet moment do të thon kanë tim. Se unë jetoj në Perëndim, unë jam shumë po na si ballkanik. Çka do të thon ti jeton në Perëndim? Ti ai je shqiptar. Po, na gjokin e shqiptar, po çfarë dashta me ta shpjegu, po s'm la me shpjegue. Amo që shanise. Që shanise s'mujta. Na betim sa. Për shembull, ti Kroacisë poshtë na jemi temperament njerëz. Po, boll të mirë. Ballkanik. Jo, mirë për Marokin, na që jem kush nuk ka. Po është problemi që jemi temperament, a un jam i durueshëm. Me të kallëzu drejt se unë jam në formë si babas temi ku nga. Edhe jam i durueshëm do vena. Plus je jashtë. Plus. Po, jam jashtë zbudë jashtë. Zbudë vetë me tio. Sa kur ta fut denim, për shembull, nuk je i durueshëm kur ta fut denim. Ti dali me vani, po çdo dish na me dal. Te xhepi. A bishep sa u duru. Ti shpesbut ke xhepi njerëzim. Këtu me ta fut denim sa kom pa, unë sa kom nije, sa kom asi, rrokët me polit. Çka? Jo. Rrokët me polit. Rrokët nuk vjen me rrokë shpesh. Po, shembull s'ka faj, ka ndodhur rast që s'ka pas faj kërgjë polici, ky shaje shqiptari si shqiptar mo. Ne ama njëherë ka bosh. Ne herë i bjen me bosh, si bjen më shumë. Ne herë i bjen me bosh punë. Po, jenë bo ligjet vallahi këtu. Të më thonë dhe sot që e vend ta kallzojnë ligjen. Përshëndetje policia Kosovës, jeni më të mirë. Po, më pëlqen vallahi çdo ligje që tash me të kallzu drejtë po pëlqen shumë se peshot që edhe po frigohen. Po polic shteti ai ka i din do rregulla. Nuk është edhe bosh çashtë. Ma herët mund ka pas ndodhur një sen. Çfarë është mirë se si dolëm jashtë temës. Është mirë mi ditë edhe na rregullat, mos mi thy rregullat, mos me pas punë policia hiç. Edhe mandej mund të shkojë debatu pak me policinë nëse ka drejtë se jo. Në komunikacion dikush që tha fiona, dish ka marrë lent, u ja bën, këtu është një kosh ai, po se po shem, po se shes si mësume, po. Nuk janë shkollum, gjithë nuk janë shkollum këtu në kalla si që po vjen keq që po tham, po. Pi policis nuk ka asnjë që u dali pa shkollum. Jo të policisë, unë nuk i akuzoj. Jo. Për qytetarë, njerëz. Po qytetarë, po ata si kanë pas ranet çam e bë. Po nëse i din rregullat bazike të komunikacionit që i ke mësuar në autoshkollë, atëherë kur s'kemë pas probleme me policinë. Po tash me dal shumë ka me fol edhe për ato shkolla, po vjen keq që po voli, mas lufte kanë pas do far keq. Po nëse po jemi në ato tema, so kam interesuar se fort po jemi tema. Ja dolëm larg. Faleminderit. Simo, kaloni mirë, ju përshëndes, një ditë mirë ju uroj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Enza Home. Hajde merr pak frym derisa të flasun për Enzën, se oferta edhe mobilje të jashtëzakonshme keni në Enza, shkoni në Çagllavic ose vizitojeni në Enza Home Kosovë, kështu e gjeni në Facebook. Edhe shihni mobilje të bukura, kualitative dhe me çmime për tokë, çka është më e rëndësishmja. Alo, përshëndetje. Mos përshëndet veç pak pret. Hajde përshëndet në komunikacionin. Dalja e autostradës në Veternik me Kolon, ju ços rrethi Çagllavicës me Kolon gjatë, nga Veterniku, nga Olbimall, lart aty, Kolona shkon deri tek rrethi Duplex. Rrethi me flamur rrethi i spitalit dhe ana Sjelltas me Kolon, rruga Gim Ramadani e ngarkuar nga Udhkryqi Menzës te komuna dhe ana Sjelltas, rruga Tirana me Kolon nga stacioni i trenit deri tek rrethi Duplex, me Kolon e keni pjesën nga fshati Shkabaj deri tek stacioni i autobusëve. Çitash përshëndet e kondush. Edhe jetën deshta me përshëndet. Sa të ka përshëndet ty në fakt? Çka jetë po thonë përshëndetja jeta. Jeta të duam shumë, faleminderit. Patriot. Veç që sa bukur mi ka bëu. Një vash këshit pi kafe në shesh se he milionera bre. 2 euro kafja.
Më jetë çam ke bua dhe tani tha po vi me ty, atë kishte si po tani më pak. Historinë shkurtimisht se kena telefonat apo vesh le të pret pak. Ishin taku dje dje rastësisht në shesh Cimi me jetën, po edhe Cimi kish dosh me qaros pak jetën me kafe. A mo ky nuk e ka ditë që u bë 2 euro kafe në shesh, edhe kur i ka pagu kafet. Ngark dhe çto. Dola jashtë këshyra, domethënë aty shujke që këtu të na. 2 euro kafja, po. Kështu që këneshini do bi kafe në për shesh, dijeni që i ka rënë të mirë. Jo, shpja u bëj puna e mor. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Përshëndetje. Kush telefonon? Mirë, faleminderit ju. Mirë, apo na dëgjon, lutem, ndale televizorin. Po, ju ndëgjoj, mirë. Kush telefonon? Rama, nga Luazia. Hajde Ram, tregom ti sa je i durueshëm. Unë jam i durueshëm, po edhe ky popull është i durueshëm me televizionet e juve, çka po na impononi. Çka po ju imponojmë? Reklame, lloj filmi, lloj faqe zeza, që ky popull tepër është i durueshëm. Domethënë ti Rame mendon që gjithçka që transmetohet është imponim dhe jo dëshirë. Qito televizione e shkatrun këtë popull. E pse Ram po na këshyre po na thirr po? A ju e është pe televizioneve ju i keni se ka bash për neve. Jo, s'ka lidhje. Ram, pse po na këshyr po na thirr? Mos e vesh po ndikojnë na keq. Çka me këshyr? Ki shef me këshyr. Po për ki shef me këshyr. Po në gjitha televizionet. Çfarë reklama po bojna? Çka pengoj konkretisht? Hajt. Pak përpara ke reklama e zhvesh në krejt. Ku ke më zhvesh? Ajo konke ajo. I ka orë nëzet qikës u shvesh. Trupi i sojë shka dëmbën. A Ram s'ko ke durueshëm. Ty Ram që s'këshyret, ty Ram. Okej, faleminderit, po të përshëndesim shumë ka lëvsh mirë, një kat më poshtë Ram, nëse s'këshyret Ram veç dil një kat më poshtë, edhe e kin rregull këtë farë pune, po se që batirit ka shans që ju ka këshyraj, po që shjo mërë batiri u kënaq. Po arti është artë Ram, arti do të mu vlerësu, do të me shiu. Ja, zdoj najsh. Ata në kërë të më shkru qysh s'malshut edhe në kërë spotin, kë Roma atje, u anë kojke, mërë Ram s'di qka të kohë. A më këtu nuk shkot për para, Cim. Krasi klipe. Ngom për ty edhe për krejt ata që dojnë me marrë një informatë rëndësishme. Mos e ky popull po, po ky popull po ka qef me dal ka pak o Rom. Me shku në Gjermani, Zvicrë, Sloveni, Suedi, Luksemburg, besa dhe në Paris, Rom. Edhe ti nëse dërë me shku mund është me rezervu biletën me Prishtinaticket.net. Edhe me pa pak atje qysh apo deshën apo zhveshën atë apo bojnë qysh po kalojnë me i vetë, edhe ti edhe unë edhe Fiona zbashku te Prishtinaticket.net. Që Fion telefonata se që ajo të pot? Si, alo përshëndetje. O dhe jasta, alo ty ashtë. Përshëndetje. Hajde Batir, përshëndetje. Që ta ndreqim njerë? O, mirë dita si e Si e Batira i mirë? Mirë me juve gjithmonë. Më vjen mirë. A kina i vrejtje, apo dalim tim? Jo, kur ju shoh ju dyve gjithmonë jam mirë. Ka të lumt goja. Batira, i person i durueshëm. Valla veç me kon autoban. E fort. Raf shkrejta. Raf, kon, brek për mu s'ka. Amo qëre, unë e di edhe kom thonë shumë shpesh që jeni person shumë pozitive dhe gjitha krejti i kom përmend, mos bona bajat. Po të regom kur ke qenë i ri, a ke qenë karakteri njëjt, apo ke ndryshu me kalimin e viteve? Vallaj, gjithmonë jam kon. Gjithë je kon qështu? I durueshëm, kon shuar rrugë. Ata ka qitë keq të regom, ata ka qitë keq, se këta që nuk kanë durim. Ja qitë keq si kish bot 86 vjetë, 87. O, jo, vallaj, gjithmonë jam do mirë, kur s'kom pas, po bem me mirit gjallas, kur s'di mirë. Se këta që shtyhën, këta që kanë qef gjithmonë me dale vetja, thonë jo, po pse me jalon, jo, po se ka mirë, po e ka gabim, do më shtyhën, do më thonë ty ta ka qitë mirë. Që e ke pas autoban? Ku një teme që ma ka dhonë kush një shuplak, ku një teme që më kanë kontrolu. E si i Big Brother se e kështë e marë. Bater, a i ki televizorin nga ta, po do me talë shu një kong? O, alloj, një 3 metra. Edhe nisja valës. 60, me 160 me 60. Që është kështë, që bater, se ku a e vejrës ta është. Hajde po të përshëndesim shumë ka lofsh mirë. Për qa faj Batir së komi? O, gjithë e gjithmonë ka lofsh mirë. Falimderit të përqafojna shumë. Prolla jeni të knaqër një dhe gjithë familja ju. Falimderit bashkë me ty. Ti e familja ju, Batir.
049978978 ja se penoli më dhe njere. Se tani mos pivyna i kuna i kondicioneri Brunos, do me thonë me fladit pak. Po, me fladit. Edhe juve që ju duhet për me pas një kondicioner të mirë në shtëpi, në zyre, kudo që je, ku shkon me ble kondicionerin, ble ato që i ka 5 vite garancion, e ajo është Bruno, kondicioneret Bruno me 5 vite garancion me konsum të energjisë minimal. Pedini e pastron orin e krejto i kanë, po e i gjeni ku do në Kosovë. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje, cime. Kush na përshëndet? Naseri për Gjelani. Ku je Naser? Po, mranda, saj në Gjermani që të kevesh jashtë jam, natë jashtet. Mranda jam Kosovë. Qka po bën Kosovë? Për çka e ardhë? Po shem. Qysh po kalan? Po më vjen mirë. Po më vjen shumë mirë. Ku jeton jashtë, tregom? Danimark. Në Danimark, okej. Ju jeni atje Danimark ka një që është një farë populli i durushëm, që është i qeta, po? Po. Hajde tregom ti sa je i durushëm, sa ke marrë prej asaj kulture. Po qërë, doshte ku jeton atë e merë për kulturës, po është probleme që... Vërtet. Nështë kështu në përgjithësi nuk jam i durushëm, po sa i përket komunikacionit shumë jam. Je i durushëm, do më thonë komunikacion. Moj me thonë i durushëm edhe shumë i kulturum, se qështu në vitat 80 e ko marrë këtu lirë, 18 vjeqar. Nuk ndodh me te i kalu në vit plot? Ja, ma qëfar të po, s'ka ndodhat në të rritë, jo tash, se unë jam i shtymë në mosh jam, nuk jam i vjetër, po një më shumë, s'ndodha, po këpëton. A i kisha apelu krejt të atri, do më thonë që me pas kujdes, me vozit manga dale, me pas durim pak ma shumë, sidomos në te i kalime, anash kalime e kësisene, po. Dëshira jam e kish me qenë me respektu regula, se unë jam aj që i kum respektuan, si kur këta 18 vjeqar që me marrin patën shoferin tash, me respektu regullat edhe me s'me pas ndeshjen komunikacion me humb jeta, me humbën, apo kupton se populli vogël jem na. Populli vogël jemi shumë. Populli vogël po me lajme të trishta çdo ditë. Lajme të mëdha, lajme trishtuese. Unë po të përshëndes shumë, kalo mirë në Kosovë, në Gjilan atje, dhe të falja krejt Gjilanit atje. Faleminderit që më dhe ju kaloni mirë, punë barë. Faleminderit, përshëndesim shumë. Kam atë vllavin që sartë për menes Gjilani, do më thonë do të me përshëndet Gjanerin, dhe jo vetëm ka edhe plot atje, po Gjanerin do të atë vllavin. Jo, zana ka dërgu një foto që në kanë shpe, e po shrasisht këto edhe ja pas ka shtru, po do t'jeni shumë të mire, pas ka ndresh aty pak tavolinën, o ta një fshat mire në Joz. Bravo bre Joz, njeri që e shion jetën. Ashtu be Joz, që e radhës. Hajde telefonata tjetër, më saroni Ipko po vazhdon me zbritje, për ju që jeni me pagut prima, keni mundësi me ble televizor deri në 24 këste, kështu që shfrytëzoni këtë ofertë, edhe mos harroni internetin, kudo që tu thoni internetin më të mirë të Ipkos, merreni me veti qoftë në rajon apo edhe në për Evropë. Alo. Çito kur të udhtoni se Fiona ka Amet, ngom vis diçka. Fiona çdo diele prej orës 19:30 ka nis një emision, një rubrik 3 në Glam Radio, edhe mundesh me ndëgju edhe ti atje përmes glamradio.fm krejt Evropa dhe me mësu destinacione të mira për me udhthu, edhe po tani ju do të interneti për me gjetur destinacione. Kena me fillu me disa destinacione që i ka rekomandu njëri prej mediumeve më i madh në botë, për shembull. Edhe kena me fillu listën me disa destinacione interesante, pse çka qysh tek të dielën në orën 11:30 of the map ka me nis, kështu që uroj që keni me shiu. Në Glam. Çka ka Ahmet, a je mirë? Valloj, nda mira, halojm ka e pres pa dorë mat biletën e arsimit me Prishtina te ket në Fletëror. Prit, Ani. Njëre natë kryna udhtimin ton tani shyrim për ty. A vëshë sa i durushëm jam marse. Ata një fshat mirë. Ej, sa jam të duru unë atë qelës në RTP, hajde se po të prese. Tek shylum që më rrëllojnë a marë. Mja nisë mi marra seriozisht premtimit që na e keni dhonë, e fjallë që keni dhonë. Ahmet, a je person i durushëm? Sa je i durushëm? E kombindjen që je 50-50. Alo. Po të nalë telefoni. Po kumete. Aloja se jam rrugës që to me një far kolone mëzve. Edhe në Gjermani ka kolona, qysh bre? O shkajnore t'intu. Po qysh, ja, majt jo në një bile maskot. Jo se të na, vish Prishtin ka kolon, s'ka kërkon tjetër, a edin ti, kërkon bot s'ka kolon. S'ka kolon, ka shtau atë.
Ahmeti kërkas se pas ka internetin. Ahmet, jo përshëndes se jam rrugës Arsem. Fal Arsem. Jo vetë s'po të bën interneti me atë të bua Ahmet. Ai të vrejtë kur po foli s'pomnin, kur po folti po t'nin. Valla e diçka jo përshëndes se rrugës e jo thirra me zemër jo thirra po çfarë. Ish libedish tung. Çyz. Tipi oja. Ai natë, po të ishte i vedish i met, lak. Faleminderit shumë, domethënë sot jam të pranuar shumë foto përveç komunikacionit edhe foto që janë duke na ndjek në familje, domethënë, edhe shumë mirë po bëni që po na dërgoni, po vazhdoni na dërgoni sonë mas emisionit me Fionën, një ka një i këshyrëm, po hajt Fionë se smujta. Një ka një i këshyrëm fotot, po përndryshe për juve që jeni në komunikacion, ju tregojmë edhe një herë se ka kolon pjesa nga Albi Mall aty ku mund dal se ka super oferta në për dyqane atje. Me kolone keni rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B nga Pallati i Drejtësisë me dal tek rruga B është pjesë e ngarkuar. Mirëqas Vetërnikut me kolone keni pjesën nga dalja e autostradës për me shku tek rrethi i Çaklavicës, kolona është disa kilometra në këto momente. Për me shku tek Swiss Diamond Hotel Prishtina, ju mundeni me shku pa pas nevojë me prit kolon, se është në qendër Prishtinës, edhe ka spa në mrekullueshme. Në përshesh, veç mos u nali me pikafe, ju lutem. Amo, domethënë, po Fione me nesha sot do që domethënë s'mos me pas anë durim ku shkon atje je shumë i durueshëm. Nalesh qetësohesh, është ambienti i tillë. Hey, masi po më nxjerr sekretet për emision. E kena bu plan edhe me cimin me bu diçka interesant, nështë ta keni me në pa në për rrugët e Prishtinës së shpejti. Dhe jo vetëm. Të dhona ish problem na i dhurata. Të shohim tash, të shohim. Si dihet çka do të. Alo, përshëndetje. Mu kesh më herë diçka tjetër. Kush na përshëndet? Sabriu. Ku je Sabri? Çamu ke nalte dera aty po hen? E qa pa thëj se motis kumi. A është Sabriu për atje nalti ta? Sabriu, po Sabriu, motis na ka thirr. Nga Suedia. Pse Sabri s'na ka thirr moti? A me mjekësi e ti e dish situatën te me ci. A je mirë tash? Po hiç se si të dosh me çasi me çit për para kurës. Okej. Na po lutemi edhe po shpresojmë që domethënë ti kimë bësh shumë më mirë dhe kimë qenë shumë mirë telefonatën tjetër kur na thirr me lajme të mira. Po turojna shumë shëndet. Tregona sa je i durueshëm. O Sabri djali. I durueshëm jam Arsim djali te kus më prekin tel. Po që to problemi kur të prek në tel je i durueshëm se s'do pa të prek. Si je i durueshëm, a? Jo, s'jam vallaj. Asja se që me thonë se i dhnoj e këshi punën të ime. Do me thonë ti jo shumë i durueshëm. Unë me thonë që si e shumë i durueshëm. Ja, që me thonë 60%, 65, 70, bavaki. Po du ka me të najt larg. Po du ka me të najt larg. Jo, larg, po jo për shembull Jo, edhe 1% këta që kanë telat e holl, këta vesh me një të prek me është përthejnë. Vesh me familje, me një situatën, ti shqeki situatën, të shmeqin shumë i qetë, bre, shumë i durueshëm edhe mos me pas stres. Po, vallaj biloj këtu me situatën e mërzia, vdekja në Kosovë, çka po ndodh, po muj me shkue. A bajnë të një gushlim me mi ati policit atje që çka i ka ndodhur me thonë. Po më rësë është problem, edhe pse na kena shpreh ngushlime edhe po pësë është problem. Jo, po, ja, s'kum thonë veç me keq sot e një vasjela pi spitalit, ngushlim me familjes atij policisë e spitali jam konja 2 javë ditë. Po të kuptojmë. Faleminderit shumë. Na 2 javë në xhenet inshallah. Faleminderit shumë Sabri. Juve sa më të mirë inshallah me të mira me ju të dyve. Shumë faleminderit. Tani e fshat mirën se po shkojna shpejt deri në Albi Mall se jena vënu. Po çapo. 049978 kam filluar me arritje edhe informata tjera rreth komunikacionit, po edhe një po du mi rikujtu që jemi drejt për drejt po edhe në YouTube, glamradio.fm, koa.net, etj. Për juve që dëni me rimbush makinat me derivate, jeni në drejtim të PS nga Prishtina, saksisht në Bresje, ndaluni sepse euro dizelën e keni 1.16, benzinën 1.16 për litër, ndërsa ju që po vini në drejtim të Prishtinës, në fush Kosovë të Petrol Company 1.16 e keni euro, dizelën 1.16 e keni benzinën,
Në Facebook mundeni me shkru Petrol Company edhe me pa qysh me u bo pjesë e lojës shpërblyese. Petrol Company e ka organizuar një lojë shpërblyese, po jep shumë dhurata. Aty ishin i krejt informata qysh me u bo pjesë e lojës shpërblyese. E kemi telefonatën e radhës në 049978978. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Kush telefonon? Gazi, hajnë lu. Hajde Gaz, qysh jete? A je mirë? Po mirë. Jo, hajnë lu. Mirë, jo, faleminderit. A je person i durueshëm Gaz? Vallahi, jajt. Heqa, se për Gaz? Po zotin mund shumë probleme, për gjëm ka shqetsu shumë një kohë. Kërën Koreji, po vlasë, për që kom po prasë dhe të sa vjetë. Edhe pa ta kërkundimën e njikut. Edhe të më thonë... Për me menagju pak atë nervozizmin, a? Agresiv. Okej. Të bënë të qenë agresiv. Edhe erë statat pas shqigimit që e boni njëku ku jemi rritë. Të më ndikëj veni ku jemi rritë. Ka probleme që i kena pas si tri për shemull që a ke përjetutin. Atë ka ndimu kjo seanca ose ky mjekim të themi kështu? Shumë. Se shumë njerëz ka që vujnë nga agresiviteti apo nga temperamenti, anger control i thojnë kështu në termin amerikan, diçka që njerëzit atje dhe gjykata të urdhëron me shku dhe me trajtu, e të na shumica njerëzve nuk e kanë, a mos thjesht në që shtoj amone, domethënë nuk e kanë hiç kështu problem që vujnë për e asaj gjendjes. Pa hajde që është shërejke për shemë këse të për shemë shkollën të luë të mesin për shemë të 3 talë të 8 talë të 9 Kosovë që shkollën të ne kemë pas elimime të kemë pas zonë të i rritë me një fritë i rritë që vonë të agresiviteti që të më nuk kom pikër mas nalë për shka se kone i kopu edhe është problem të alë me largu ato thjeshtë të më ka dozit terapi pukër e gjotë dhe më hopë me konë ma i qetë me morë salet ma qetë kur kërën të në i lati, ma bet. A kështu, ashtë jam shumë a i qitë, shumë ma relaxi ma stere. Nuk pat faj, nuk e di kush ke prej dëgjuzve që tha se na këtu jashtë, jena ma të qetë, jena ma durushëm. Është pak normal që të i rritësh ndoshta me atë frym, edhe që ndikon edhe në kur të rritësh, po nëse jeton komplet me një ambient tjetër, mandej dhe ambienti pak të ndimon me po jetër ma ndryshe, me që pak ma i qetë, mos me ragu, se nështë pak t'jen marre. Do me thonë ti edhe jeton në Gjermania, po? Po. Do me thonë edhe jeton në Gjermani, nështë ta ka ndiku paka shumë rrethi, por edhe trajtimit mjekësore. Natyrisht me lëshojnë unë, kur dhe din që jenë pak me shqiptor, shka që për më mos mua betë për të devaloj. Kështë të vërtit. është për me kesh, po në fakt është për me kojt. Kumë punu gazetar shumë ku, edhe për të nëzikë s'kanë qef shumë me pos mua betë shumë shqiptor në atë kuptimin me problema dhe që amorë i problem. Po se na shojnë pak si njështë tjetër, pak traumatizum kështu. Po thot një shok jemi shtu në paska shunjem, po thot i dëru shumë si këtu kjerët e rejas që dhezën starë stop 2 sekonda, do më thonë 2 është, 2 s'është, po thot i këthyshëm jam. E këthyshëm, po të datë, këthyshëm një tonë jem. Po dhe edhe ti që ashtu do më thonë, je kom, po i këthyshëm je. Ja, i këthyshëm po kosi. Nga bile se e kera bomë. Po vjen shumë mirë, nëse për me kthy pak në seriozitet se emisioni ju nuk e ka këtë tematikë hiç, po është një mesazh shumë i mirë që tritë edhe trejat le ta marrin parasysh pak këtë punën e agresivitetit, temperamentit, që nëse shohin veten që kanë eskalu pak, le të shkojnë edhe le të kërkojnë trajtim, nuk është kurrë gjë e keqe, ajo është gjë emocionale që duhet me u trajtu, me u mjeku si gjithçka tjetër. Gaz të përshëndes shumë. Faleminderit shumë dyve. Si gjithmonë është knatësi. O Gaz, kjo Fiona, mo t'ju dosh me shku me kom punon këtu, mo t'ju dosh me shku pak me vetë, me thonë se jem të shurtu. Qaj djoli që atë që me ta. A fjolën që ka thonë a i kesh, po keshëm le. Ja, mire ka thonë. Mire ka thonë. Faleminderit për shëndes. Kush ka thonë, në kom thona, jo s'kom thonë. Jo, kishtë thonë njoni ti dhe. Jo s'kom thonë. Jo ke thonë ti. Jo, kom thonë ndryshe. Pak ma artistike pune jam. Ton kalov shmirë, po dhe vishku i ra trokë. Tash zot pak raucim. Po, se tash, jo zot, po zot Kosova. Për juve që doni najfar proteine ma shumë, për juve që po delni për fitnessit, kini nevoj për me marë proteina, 27 gram proteini ka, se cila pije ose budinki të zotit, e kini në atë linjën e proteinës, ku do në market mundën me shku me i marë produktet e zotit që janë matë sigurta, po e deni. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Valla pyr përshëndetje, Bekemurina pej Klineve. Hajde Bekem. Keni knasë në ditë sotit. Se bre Bekem, çka bënëm na që të knasëm? Një 75 herë mundohem me të marrë.
Smujta. Çfarë Bekim? Ngëm. Është tu thirr e Nisa i ka kalu 400 herë që ka thirr. Sa? 400 herë. Mos ja kum kaluane. Jo, ti 48 herë pas ke thirr Bekim. E dje sa kum thirr. Dy ajo 5000 e ka, domethënë ajo me këshir brenda Jovës ta kalon 5000-shin. Po ja pse si kokë me durushëm që sa shjet po. O sa mirë po m'vjen o Bekim, se po mundona me të nxej, po s'po nxehesh. Jo, nuk u nxej mund nxese. Kur pa foli, ma mirë, kur shkuaj për mendon peshë se ja kap ke grej pjesë një burri të grus po. Sa po majtë po dolim tim. Sa jemi të rrush. Çka ka von? Ja kryetash. Vish ndreshe. Ja. Ja s'po do më ndresh. Okej. Ju grepin mira. Pasi se ka qov grepin ai. Hajde tregom sa je i durushëm. Në përgjithësi, jo vetëm telefonata. Gjithë i durushëm, gjithë i shit. Seriozisht. Seriozisht po them. Po vjen shumë mirë. Edhe kur të nxën peshqja. Kur shkoj, nëse del në ka komuna Klinës, del Klin, vishë vet thu, ose ku të shkojsh për burr? S'po them ku gjithmonë në Klin nëse del në vet për mua kanë me të kallzoni durushëm i qetë shumë i mirë. E marr Robën, vi me Fionën atje dhe i thonë hajde që na te Bekimi. Kanë merr? Robertin, se i Klinës është ai. Mes ma përmend Robert Bojën. Pse? Mes ma përmend se ma ka bërsh një kafe. Okej, ani edhe mu ma ka 1-2 kafe i pas ka bërsh. Sonë ai prante në kryn, sa kryn? Se di unë sa e kryn, mirë on vesh me ta. Njerëz pengusën se zgjidhen me dal kështu. Po se i pivin me kapel se po ju kanë bo flokësire se sa e përshëndes shok, je shumë i mirë. Faleminderit shumë. Je kena shok, kena drejt ka pak njëri tjetrin çështu me ngut se ngutsim kështu pi dashnis, jo për ndaj sen tjetër mos mena. Mos se shka dush, Robert Boj mos ka më vonë unë. Çka jeve të thon? Ju përshënd. O ju ka bo zemra mal se 100% është na ngu. Nuk e di ana ndëgjon. Jo na ndëgjon, e di se na ndëgjon. Na ndëgjojmë ato, ai neve dhe kështu. Po të përshëndesim, po të përqafim se s'kena më kohë për telefonata. Nga Sheskova Klinës. Faleminderit, përshëndesim. A u kryqem s'kena kohë. Jo, shkoj. S'kena koma. Nëse. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit secilit për juve që keni pas durimi mjaftueshëm me telefonu, edhe me tentu me telefonu, e din që kanë jarë shumë e vështirë për shkak numrit të madh të telefonatave, do të me telefonu me përvut paktën disa 10 herë ose 100 herë. E nis të përshëndesim shumë, vjen keq që s'ke mujt me marr lidhjen, po na shkruan. E di që ai gjithmonë na shkruan një përgjigje për temën. Faleminderit, vazhdoni me qëndru me neve, me kaq po përshëndetemi vetëm me Koavizionin, sepse me Glam Radio njëna edhe për një orë tjetër bashkë, kështu që për ju të tjerët shihemi nesër. Mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me jap shumë dashni. Deri nesër, paqet plot shëndet. Tung tung.